Mirë sërish bashkë në studio miq dashur, në pjesën e fundit të programit do të flasim për një temë që është shumë e këndshme, sepse lidhet me pushimet që ndoshta shumë prej jush mund të kenë filluar, po disa të tjerë mezi po i presin, ndaj edhe për të shkrepur dhe për të mbajtur në memorie gjatë të gjitha ato kujtime nga pushimet tona, është mirë që me vete të kemi edhe një aparat fotografik. Por shumë mund të jenë fillestar dhe nuk mund të dinë që të bëjnë foto profesionale, thjesht mjaftohen me një shkrepje të thjesht. Ndaj ne do të marrim sot këshilla se si mund të fotografojmë gjatë pushimeve. Janë disa rregulla edhe që do t'i komentojmë me një profesionist që ka shumë vite në këtë fushë. Ai është fotografi zoti Roland Tasho. Përshëndetje se ka ardhur. Faleminderit shumë që të kam në studio. Deri tek kënaqësi për mua. Faleminderit që ke pranuar ftesën. Faleminderit edhe ju për ftesën. Mirë, pushimet janë një pjesë shumë e rëndësishme apo jo e jona, ndaj dhe duam që të kemi sa më shumë foto, po ndonjëherë nuk bëhemi fort të mençur në përzgjedhjen e tyre, apo jo zot Tasho? Ashtu është pushimet, vera është momenti kur të gjithë duan të fotografohen, por njëkohësisht duhet thënë që është po kjo stinjë që është edhe më e vështire për të fotografuar. Prandaj është shumë mirë që të merren disa leksione përpara se të edhe me mundësitë e sotme, të merren përpara se të shkohet me pushime, me aparatin për të fotografuar. Vera cilësohet si një stinë e vështirë sepse ka dritë shumë. Dhe drita që është shumë e domosdoshme, që është baza, është kur është me shumicë është e dëmshme për aparatin. Dhe në rastet kur aparatet janë mesatar, të themi, jo fare profesional, por dhe jo nga ato të thjeshtit fare, e rëndësishme është që duhet ulur në mënyrë duhet mësuar që të ulet ndjeshmëria e filmit, dinazhi ose asat që janë sot. Në fjalë nuk mund të punosh me një ndjeshmëri të madhe të filmit në dritë, në diell, prandaj kjo është gjëja e parë që duhet bërë. Pastaj përsëri duhet fotografuar një herë gjithmonë jo përballë diellit, sepse edhe kjo pjesë është e rëndësishme dhe jo në pikun e diellit. Gjithmonë dielli potërisht përpara diellit, ke parasysh fytyra të merr të mbyllin sytë dhe kështu që është gjithmonë kontra i themi neve, kontra është mënyra më e përshtatshme për të fotografuar. Edhe kjo ka ato veçoritë e veta. Ka të specifika sekrete që ju profesionistët e dini. Por duhet pasur parasysh që edhe vendi ku fotografohet, duhet pasur parasysh që përveç diellit, një rrezatim të fortë ka dhe rëra, edhe gurët, edhe deti njëkohësisht. Pra do ta shikosh me një fjalë që ke dritë nga të gjitha anët. Dhe kjo e vështirëson ose bën një çik që duhet të jesh më i kujdesshëm me fotografinë në këtë rast se sa vjeshta dhe pranvera ku janë stinët më të bukura për të fotografuar. Kështu që, e para, a duhet t'ja nisim nga një aparat i cili është profesional për të bërë fotografi, apo na mjaftojnë këto celularët që kemi, mjetet e teknologjisë fundit? Me të gjitha mjetet. Duke filluar si ai profesionisti që e di punën shumë mirë, nuk është nevojë që ta këshilloj unë, si këta amatorët, por edhe njerëzit që janë të apasionuar dhe me sa shikojmë në përdit, njerëzit kanë shumë qejf edhe këto mënyrat e reja të fotografimit, pothuajse të gjithë fotografojnë aq më shumë, edhe celularët sot kryejnë fotografi shumë interesante. Kështu që këto janë rregullat bazë, me fjalë. Për çdo lloj aparati e para është të ulet dinazhi ose asat që themon ndjeshmëria e filmit, në mënyrë që sësia e dritës ose që fotografia të dali normale. Tjetra do të jetë me fjalë që të mos fotografohet asnjëherë në pikun e diellit, kur ka edhe shumë dritë të fortë. Drita e fortë, dhe përsëri një gjë e rëndësishme është, siç thamë, që të fotografohet kontra diellit, po dhe kontra jo shumë, sepse në herë të bie drita mbi objektiv në aparat dhe atëherë përsëri të del një sfokato, të del një fotografi jo e arrirë. Janë disa rregullat të cilat ne kemi shkëputur zoti Tasho nga një studim i fundit që janë bërë, edhe që unë mund të lexoj njëra pas tjetrës dhe dua komentin tuaj, patjetër, komentin e një profesionisti. Duke nisur nga e para, qëllimisht pyeta për një aparat profesional. Mos u blini me njëherë pajisjet më të shtrenjta, thotë. Është e mundur që të bëhen edhe fotografi të mira me pajisje të lira dhe derisa të praktikoni do të shihni se për çfarë aparati keni nevojë. Përvoja më mirë është ajo personale.
Po, është shumë, fotografia është shumë personale në fakt, edhe nuk është puna të shpenzosh direkt me një aparat të mirë, në një kohë që mund të mësohet shkallë fotografia. Dhe në këtë aspekt do të thoja për shumë, megjithëse ka shumë sajte për të lexuar në internet, mund të gjesh shumë edhe libra, fatkeqësisht jo në Shqip, po ka libra plot për në të gjitha gjuhët e botës për mënyrat e fotografimit, vetë, kur e mëson vetë, kur e ndjen vetë, kur e prek vetë, është shumë interesante dhe mësohet shumë më mirë, me fjalë praktika shumë më mirë se sa dhe mësim dhënia në këtë rast. Dhe pastaj ai që e ka dhe edhe me qef, edhe me pasion, patjetër që ai fillon arrin shkallë, dita ditës, bën të fotografi shumë të arriera. Prandaj kjo është e rëndësishme, nuk duhet shpenzuar, sidomos edhe për të rinjt edhe shuma, sepse aparatet kanë dhe çmime fantastike, kështu janë të paarritshme njerëzit, por duhet gjithmonë shkallë, duke mund të mbas 5 vjet një aparat me një çmim të caktuar, pastaj e shikon që rriten te kërkesat, edhe kështu që do të kesh një objektiv më interesant, një me piksel më shumë, me të tjerë. Ashtu për ata që janë të shtrenjtë, patjetër që kanë shumë funksione, kanë shumë aplikacione brenda tyre dhe ne do ta kishim të vështirë që të merreshim edhe të studionim fillimisht, pastaj të përdorim ashtu siç duhet. Shohim rregullin e dytë për çfarë bëhet fjalë në këtë moment, është shfaqur grafikisht në ekran. Blini trekëndësh për fotoaparatin. Tash nuk e di nga e keni gjetë blini trekëndësh për fotoaparatin, sepse në një kohë që ka dritë, në të vetmin rast për shembull kur nuk duhet trekënd, që është sidomos për amatorët trekëndshi në këtë rast. Tash jemi referuar një studimi të fundit që është realizuar ndaj është shumë i rëndësishëm nëse do të fotografojmë perëndimin ashtu në këtë rast. Ose është jo i rëndësishëm, por i domosdoshëm për profesionistët kur bëjnë fotomodelesh ose foto të ndryshme. Por në rastin e sepse trekëndshi do të thotë, me fjalë mban atë në pozicion statik, siç e kemi djemt me kamera këtu. Tregon, por kur ka dhe shumë dritë, aparatin mund ta mbash shumë mirë dhe në dorë. Dhe këtë presupozon, këtë ka funksion trekëndshi që të rrit jo të japi dritje aparat. Pra duke pasur shumë dritë, në momentin e dritës nuk është i nevojshëm stativi ose ky trekëndshi. Ndërsa nëse do të bëhen gjëra më specifike, më speciale dhe sidomos edhe në perëndim, është i domosdoshëm aq më shumë edhe natën, pastaj sepse ka dhe fotografi natën, është i domosdoshëm stativi ose trekëndshi si thoni ju. Që duhet të kemi parasysh, jo në çdo rast për pushime, ne duhet patjetër që të kemi një trekëndësh për fotoaparatin. Shohim të radhës, në fakt kuptojmë nëse është e vërtet apo jo. Gjithmonë mbajeni aparatin me vete. Kjo po. Kjo vlen për të gjithë. Kjo vlen sidomos edhe për gazetarët, po të thoja unë për shumë sepse kam punuar një kohë të gjatë fotoreporter. Dhe nga mbajtja e përditshme aparatit në herë më qellonte shumë rrallë që dilja pa aparat të shtëpi. Pa aparatin dhe atëherë do duhej me patjetër. Jo, atëherë ndjej që më mungonte diçka, edhe dikush që më shikonte orë Lando sigurisht je tamam, thoshte sigurisht se çfarë mungon. U kthesha, merja çantën e aparatit. Kjo do të thotë me fjalë që aparati është mirë për të gjithë dhe sidomos me këto që janë të vegjël, mund ta mbash në formë. Është mirë ta mbash me vete, sepse sidomos përsëri për fotoreporterët, ajo që të jep rastësia është mbreti i fotografisë, themi, ndodh një diçka, është mirë ta kesh me vete. Kështu që gjithmonë në aparatin duhet ta mbajmë me vete për të mos humbur asnjë çast nga pjesa e bukur e pushimeve tona, ndoshta ndonjë mimik të çuditshme që mund të ketë dikush në atë moment që është duke shijuar rrezet e diellit apo ndoshta edhe detin, freskinë e tij. Dita ka plot momente dhe sidomos atë kjo stin me fjalë që ka momente të bukura, të papritura, një takim, është mbushur me të papritura dhe mund të ilustrohen, mund të fokusohen, mund të fiksohen shumë mirë këto momente. Ka shumë sekrete se po tregojmë neve sot, do të bëjmë gjithë fotograf profesionistë, edhe ata që janë në hapat e para, që quhen fillestar, dhe që bëjnë fotografi për qefin e tyre, për kënaqësi. Kam shumë vite dhe përsëri kam për të mësuar, sepse gjithmonë është një aq e thjesht në duke, po gjithmonë është një temë që mësohet, është një profesion që gjithmonë ke për të mësuar. Dhe ja ku jemi këtu, kënaqur i thotë në procesin e mësimit. Sot përpos se jo të gjithë kanë rastin, shansin që takojnë profesionistët ose ndoshta të dëgjojnë këtë program, është interneti ai që të ndihmon përmes faqeve të ndryshme. Është shumë interesante sepse
jo thjesht e lexon, dhe shumë mirë e lexon dhe e mëson, po kur e vë dhe në zbatim, edhe në praktik të nesmen ose mbasi ti e ke lexuar, e ke mësuar, atëherë fillon dhe kënaqësia e aparatit, shit thua me fjalë, sepse të themi e lexon si është fotografia kondra, edhe kur e shikon, edhe e ilustron shumë mirë atë që ke lexuar dhe e ndjen që pas ke lexuar tamam dhe që po e vë në zbatim, në praktik, shumë mirë. Pra që është një pikë e rëndësishme dhe kjo. Dhe nuk mjafton vetëm të lexosh, sot aplikacionet e ndryshme kanë bërë që ti edhe ta shohësh se si bëhet realisht një fotografi dhe cila është korrektja, cila nuk është, duke ilustruar me fotot përkatëse, edhe që ta kesh parasysh pastaj rezultatin e pritshëm. Në shumë raste fotografia nuk ka nevojë, biles ka dhe fotograf shumë të mirë që edhe s'kanë lexuar, s'kanë hapur revista fotografike. Por ka dhe një gjë me fjalë që në një kohë që një gjë që mund të duhem vite për ta mësuar, duke shkrepur e duke punuar si fotograf, atë me një rresht mund ta lexosh shumë mirë me fjalë dhe nuk është nevojë. Prandaj që leximi është shumë i domosdoshëm. Pastaj, duke e ndërthurë dhe me praktikën edhe me punën e përditshme ose veprimtarinë e përditshme, atëherë bëhet më i thjeshtë, më i bukur, por e rëndësishme është shef rezultatin. Atë që ke lexuar në internet, e shikon të pasqyruar të nesmen në fotografi. A ka gjasa që të bëhen edhe gabime vetëm për këtyre faqeve të ndryshme të internetit, pra ne të mësojmë gabim, zoti Tash, apo jo? Në rastin e jo të fotografisë, po unë mendoj edhe të jetës me gjëra shumë mirë kur bëhen gabime, sepse gabimet të mësojnë shumë më mirë se sa kur nuk bën gabime. Prandaj edhe ajo shkrepja gabim që ti e shkrep dhe nuk shikon asnjë gjë në aparat, edhe ajo është shumë e mirë sepse është një mësim më i mirë se sa kur e shikon edhe nuk e ke të kontrolluar, sepse e ke të djegur, patjetër do shikosh pse mu dojsh, dhe lëvizësh shpejtësitë, hapjen, mbylljen e diafragmës e tjerë. Kështu që gabimet janë të vlefshme. Këshilla e radhës është provoni mënyrat e ndryshme të funksionimit në fotoaparat. E cekëm tangent pak edhe më përpara, thamë që janë disa element aty që duhet t'i mësojmë patjetër, që pastaj të shkojmë drejt një fotoje të bukur edhe që ta kënaqë. Nuk mundesh për shembull ta marrësh aparatin nga dyqani edhe të dalësh të fotografosh, po qese nuk merr ato mësimet fillestare, bazat e fotografisë, dhe mënyrat për t'i marrë sot ka plot mënyra dhe gjithmonë eksperienca është e domosdoshme, por mirë është të kesh një vizion, të kesh pak njohuri për fillestare për të fotografuar. Cilat janë njohurit fillestare? Janë ato që ne si përmendëm që në fillim? Apo çështja e dritës? Çështja e dritës. Drita është kryesore dhe duhet të dish se në aparat është një shpejtësi ku fotografohet që është në manual, në automatik, e programuar, këto gjëra duhet t'i dish, si t'i vendosësh, në mënyrë që të arrish rezultatin që do fotografin. Pastaj ka dhe të tjera, për shembull, në momentin që ne bëjmë blur të turbullt pamjen dhe nuk dimë se çfarë ndodhi, se kemi shtypur gabimisht ose në një night mode. Mund t'i marrësh pastaj me shumicë kur ti je futur brenda fotografisë edhe do të bësh eksperimente, ato janë pafund pastaj, por ne po themi momentin e shkrepjes, momentin e parë duhet të dish shpejtësinë që po fotografon, shpejtësinë e mbylljes së obturatorit, duhet të dish nga të vjen drita, si të vjen drita, siç tha me fjalë jo përballë, gjithmonë kondra, por dhe kondra ka një mëson, edhe me leksion, edhe duke lexuar, por edhe me eksperiencë, sepse sot e shikon që kondra nuk më doli aq e mirë, sepse më ra dielli në objektiv, të nesme në korrigjon. Kjo është eksperiencë shumë e rëndësishme në fotografi. Absolutisht. Kemi edhe një rregull të fundit që thotë fotografoni çdo ditë. Kur themi që mbani gjithmonë aparatin me vete, atëherë rrjedhoj është edhe kjo, fotografoni çdo ditë. Mos humni asnjë çast, asgjë. Kjo është e rëndësishme. E ka fotografia këtë rol dhe e ka shumë të rëndësishëm që momentin që e shkrep të duket si moment shumë është një çast, 100 e sekondës, por kur e shikon duke filluar që nga e nesme edhe në vazhdimsi, ajo gjithmonë ka një vend, prandaj e fikson atë moment
mund të shikosh në pas 10 vjetëve, si ke qenë, si ishte peisazhi, si ishte deti në atë moment, ka rolin e arkivit, rolin e dokumentit, është e pafundme dhe kështu që kjo e bën të bukur pastaj fotografinë dhe aq të bukur sa të gjithë po merren me fotografinë, të gjithë fotografojnë. Ky fotograf më shumicë nga këta të rinj, të tashun mos ka po, Ka shumë. Që reklamojnë punën e tyre. Që reklamojnë punën e tyre dhe mirë bëjnë. Por pastaj pasioni, sepse mbarojnë pushimet edhe fillojnë aktivitetin. Disa e vazhdojnë fotografinë edhe mbas aktivitetit, sepse siç tham është një proces i bukur, është një gjë që të ngacmon, është mirë kur fokuson, kur fikson momentet e jetës tënde, të veprimtarisë të përditshme, të njerëzve të afërt, të miqësisë, të shoqërisë. Është një dokument i rëndësishëm që zëvend. Nuk po pyej se çfarë duhet fotografuar më tepër kur jemi me pushime, a duhet që të fotografojmë veten tonë me ato paratet e famshme që mund të bëjmë, me veshje të ndryshme, apo është më mirë që të fotografojmë natyrën? Cila duhet këtë peshën më të madhe? Nuk është procesi siç ka qenë që të themi ishte filmi, duhet kishte disa filma. Sot mund të fotografosh nga të gjitha, shpreh shumë mirë me fotografinë dhe në moment që të pëlqen e heq, e zëvendëson ose vazhdon. Kjo është gjithmonë sipas dëshirës. Prandaj fotografia është shumë individuale. Mund të fotografosh shumë mirë pjesëtarët e familjes, miqsinë me që je në plazh, por njëkohësisht mund të fotografosh dallgën, pyllin, peisazhin, kudo që qoftë, sidomos perëndimi është bërë modë, të gjithë fotografojnë perëndimin, ka bukurinë kudo në Bregdetin tonë është shumë i bukur dhe është shumë planshme, shumë anshme është. Dakor. Unë dua të më rrëfeni një sekret tjetër, sepse ndodh në fotosesionet ndryshme nga profesionistët, ata shkrepin pafund dhe në fund fare pastaj arrin që të bëjnë përzgjedhjen e fotove më të bukura, ndërsa ne, ndoshta mund të jetë një taktikë e gabuar. Bëjmë një foto, shkojmë tek aparati, e shohim, na pëlqen, nëse s'na pëlqen e fshijmë, edhe pastaj shkojmë dhe bëjmë të tjerat. Kohë harxojmë, por gjithashtu mund të humbasim duke e parë të vockël edhe në një foto shumë të bukur. Pikërisht kjo është eksperjenca pastaj. Sepse ai që e shkrep shumë, profesionisti që e shkrep shumë, të themi është një pozicion, gjithmonë është një pozicion, të zëmë se ka marrë një modele, por mënyra ose ajo që ai do është emocionin që ai do t'japit te kjo fotografi, prandaj ata shkrepin shumë vetëm me një kapet, kur i thonë, dhe kështu që shkrepet shumë për të zgjedhur përsëri 1 e 2 fotografi. Ndërsa kjo pjesa juaj që mbas është dëshira, është qefi, është për ta parë çfarë bëre, si e bëre, i kthehesh përsëri, dhe ju nuk mundet të bëni për shkak që shkrepni me shumicë për të parë përfundimin, sepse bukuria e fotografisë në këtë rast që sapo e ke bërë edhe e shikon, të sjell edhe në një gjendje humori, në një gjendje të gëzueshme, pozitive, sepse merret vesh që fotografoni gjë të bukur, çfarë e bëra, si e bëra, e kapa, se kapa dot. Kështu që është një rit, është kthyer tashmë në një kështu domosdoshmëri, edhe shikon kudo nëpër rrugë, nëpër fotografojnë, aq më shumë me pushimet, janë të super fotografuar. Kam edhe një pyetje të fundit që lidhet me stampimin e fotografive, sepse shpesh në ndodh që këto mjetet e teknologjisë fundit sa të mira janë, që edhe me një buton të fshin gjithçka. A duhet që pas të kemi përfunduar pushimin të stampojmë disa prej fotove për të pasur aty në albumin përkatës, e themi që ver 2014, ky është albumi me fotot më të bukura. Kjo është shumë e rëndësishme dhe shumë e domosdoshme, është shumë mirë, me fjalë, sepse ndodhin që të printohen disa fotografi, edhe të kihen edhe në kujtim. Unë mbas çdo pune që bëj, e kam edhe si me që i përkas shkollës së vjetër, pak shkollës së parë me film, unë edhe se i kam fotografit në kompjuter që i shikon shumë mirë përsëri e kam më rri shumë mirë kur e prek një çik atë letrën, shkoj gjithmonë i stampon. Dhe kjo është shumë e mirë dhe është e domosdoshme që përveç se ti printosh, që të ruash në ato fotografi duhen hedhur jo vetëm në celular ose në aparat ku i keni, po duhen hedhur edhe në një DVD, në një hard disk të jashtëm, sepse ndodh shumë herë, shpesh herë për shembull që ai aparat pëson një defekt, ai celular prishet edhe humbasin gjithë kujtimin. Është shumë mirë
Dhe aq më mirë është të ruash në disa mënyra, në hard disk të jashtëm, në kompjuter, në DVD, sepse janë gjëra që nuk i kthesh dot më, nuk i përsëritesh. Edhe i gjë për shkakun, sepse po bënim dhe muhabet, aparati në verë është shumë delikat, ndryshe nga stinat e tjera, sepse gjithmonë armiku i aparatit është lagështira, edhe rëra. Prandaj nuk mund të ecësh në plazh me një aparat kështu si mund të ecësh për shumë në pyll ose në rrugë. Plazh me gura, se kemi ujë në armik. Guri, sidomos, ajo era që fryn në fjalë, grimcat i bëjnë shumë dëm dhe lagështira shumë e dëmshme. Kështu që duhet ta ruajmë me kujdes një aparat, nuk duhet fillojmë me një aparat shumë të shtrenjtë, edhe gjitha këshillat të cilat ne i kemi thënë gjatë kësaj bisede. Zoti Tasho, ju falenderoj shumë. Ishte kënaqësi për mua, besoj se kemi ndarë vërtet informacion të vlefshëm për gjithë teleshikuesit. Miq dashur, faleminderit që na keni ndjekur. Faleminderit shumë Botikpendium që gjondet tek të dhe mundson veshën time. Bashkë takohemi nesër, kalofshin ditë mrekullueshme. Mirupafshim.